Dita e djeshme faktoj para seciliit prej jush, para të gjithë shqiptarëve, para komunitetit ndërkombëtar dhe mbar botës, se gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Në një akt ekstrem vetëposhtrimi, ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Zoti Berisha, në 10 shkurt ju do të mbani protestën e radhës kombëtare. A do të jetë kjo protestë e pandërprerë, duke cituar edhe atë se ju çfarë keni thënë në daljet publike se qytetarët dhe demokratët kanë kërkuar ta zënë sheshin e mos ta lëshojnë më? Faleminderit. Gjithnjë e më i madh është numri i qytetarëve që kërkojnë një gjë të tillë. Unë i siguroj ata se kërkesën e tyre e konsideroj në të drejtën, shumë të drejtë, dhe se ajo në rastin më të parë të mundshëm do të zbatohet. Pra, është rruga, ata janë qytetarë të përgjegjshëm, që duan të përballen me këtë shtet të degraduar, të degeneruar në shkallë ekstreme. Po si mundet një gjykas kushtetues mos njeh përgjegjësinë ligjore, mos njeh përgjegjësi para qytetarëve, po bëhet strofulla e fundit e hajdutëve të tij. Vetëm fjala e qytetarëve ka ngelur këtu.